Është gjithmonë më e qartë se 11 janari do të jetë data e zgjedhjeve të përsëritura në Gostivar, Vrapçisht, Qendër-Zhub dhe Mavrov Rostush. Me propozimin e kreut të kuvendit Afrim Gashi, pajtohet edhe kryeministri Hristijan Mickoski. Ja mislim 11 januari, mislim neka više nedjelja. To Afrim Gashi go predloži za vas, to je prihvatljivo? Da. Kodi zgjedhor parashikon që zgjedhjet të përsëriten në afat prej 60 ditësh nga përfundimi i zgjedhjeve. Në një përgjigje ndaj kërkesës së opozitës shqiptare që zgjedhjet të mbahen më herët, kreu i kuvendit Gashi thot se këto nuk janë çështje të preferencave individuale. Opozita shqiptare kishte kërkuar që zgjedhjet të mbahen në fund të dhjetorit, atëherë kur mërgjimtarët janë me pushime në vend. Kryetari i kuvendit vepron vetëm në bazë të afateve dhe procedurave të përcaktuara në kodin zgjedhor. Procesi i shpalljes së zgjedhjeve nuk udhëhiqen nga preferencat apo propozimet individuale, por nga dy parime thelbësore: respektimi i detyrueshëm i afateve ligjore të kodit zgjedhor dhe vlerësimi dhe gatishmëria e Komisionit Shtetëror Zgjedhor. Zgjedhjet lokale do të përsëriten në 4 komunat ku nuk u arrit censusi i daljes prej të paktën 1/3 së votuesve më 19 tetor.